Komentimi përsosur i Kuranit. Gjuzi i 29. Sure El Qalem. Ajetet 51-52. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. Kur dëgjojnë Kuranin, mohuesit sa nuk të hanë me shikimet e tyre dhe thonë ai është vërtet i marrë. Por Kurani është vetëm këshill për botët. Komentimi. Duan të shkatrojnë, por nuk munden. Me dy ajetet e lartë përmendura përfundon surja El Qalem. Këto dy ajete lidhen me atë që përmendet në fillim të kësaj sureje, e cila flet për çmendurinë e armiqve të profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Ajeti 51 thot: kur dëgjojnë Kuranin, mohuesit sa nuk të hanë me shikimet e tyre dhe thon ai është vërtet i marrë. Fjala lejuzlikuneke rrjedh nga fjala zelek dhe ka kuptimin e rrëshqitjes, rrëzimit për tokë dhe aludon për shkatrim dhe shfarosje. Në komentimin e këtij ajeti janë dhënë sqarime të ndryshme për këtë çështje. 1. Shumë komentues kanë thënë se armiqtë e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kur dëgjonin prej tij ajetet e Kuranit, përjetonin shumë brenga dhe mlleth dhe e shikonin me shumë dashakeqësi. Ata ishin gati ta rrëzonin për tokë dhe ta shkatronin. Në plotësimin e këtij kuptimi, disa kanë shtuar se ata kishin dëshirë që me anë të syrit të keq, të cilin e besonin shumë njerëz, të mund t'i shkaktonin sëmundjen apo vdekjen dhe ta shfarosnin. 2. Disa të tjerë kanë thënë se ajeti qartëson se shikimet ishin tepër të mllefosura, sikur donin ta hanin të gjallë. 3. Ekziston edhe një interpretim tjetër për këtë ajet. Ky interpretim base është më i qelluar se interpretimet e lartë përmendura. Sipas këtij interpretimi, Kurani dëshiron që me anë të kësaj shprehjeje të vërë në pah, kundërthënien e çuditshme që ekziston të ndërmjet qëndrimeve dhe thënieve të armiqve të Islamit, për ata kur i dëgjonin ajetet kuranore impresionoheshin aq shumë dhe mbeteshin aq të habitur përballë tyre, saqë kërkonin ta merrnin mësysh. Marrja mësysh, syri i keq, zakonisht është i lidhur me çështjet që janë tejet impresionuese. Megjithatë, ata deklaronin ti e i çmendur dhe kjo është vërtet shumë për t'u habitur. Ku duket këtu çmenduria dhe të folurit për qartë? Këta kokbosh nuk dinë se ç'flasin, nuk dinë se çfarë cilësime shton dhe për të përjashtuar njëri tjetrin të përdorin ty. Sidoqoftë në lidhje me faktin se a ekziston realisht syri i keq, nga pikpamja e Islamit dhe shkencat e kohës do të diskutojmë te hulumtimet. Në ajetin e fundit të kësaj sureje, Allahu thot, por Kurani është vetëm këshill për botët. Njohuritë e Kuranit janë dritëhedhëse para lajmërime dhe kanë efektin e zgjimit. Shembujt e këtij libri të begad janë plot domethënie, përgëzimet e tij janë shpirt të dhënëse. Në tërësi janë faktor për rizgjimin e të papërfillshmeve, si dhe rikujtim për harestarët. Pas këtyre sqarimeve, si mund të cilësojmë si të çmendur komunikuesin e Kuranit? Sipas këtij interpretimi, fjala dhikr në këtë ajet është përdorur me kuptimin e rikujtimit, por disa komentues kanë thënë se është përdorur me kuptimin e dinjitetit dhe ajetin e kanë interpretuar në këtë mënyrë. Ky Kuran është fisnikëri për të gjithë njerëzimin, ngjashëm me atë që thuhet në ajetin 44 të surës Ez-Zukhruf. Kurani është shkak i dinjitetit dhe i mburjes sate dhe të popullit tuaj. Por, siç e diskutuam edhe në interpretimin e atij ajeti, fjala dhikr edhe atje ishte përdorur me kuptimin e rikujtimit dhe të ndërgjegjësimit. Është për të theksuar se fjala dhikr është një nga emrat e Kuranit famëlar, prandaj interpretimi i parë duket më i saktë. Hulumtim. A është realitet syri i keq? Shumë njerëz besojnë se tek disa sy ka një forcë të posaçme dhe kur e drejtojnë syrin ka një gjëje, me habi dhe me kureshtje ka mundësi ta zhdukin atë. Nëse objekti i shikimit është njeri, e sëmurin apo e çmendin atë. Kjo gjë nuk është e pamundur nga pikpamja e intelektit, sidomos duke ditur se disa dietar bashkohor janë të mendimit se te disa sy është përqendruar një forcë magnetike e veçantë e cila ka përdorim të gjerë. Madje me anë të stërvitjes dhe ushtrimit, syri i keq mund të kultivohet. Gjumi magnetik është rezultati i kësaj force magnetike të syve. Sot rrezet e lazerit i këtij rrezatimi të padukshëm mund të shkaktojnë efekt që asnjë armë ose armatim shkatrues nuk i arrin dot. Është pranuar se ekzistojnë forca te disa sy, të cilat në mënyrë të habitshme mund të ndikojnë te pala tjetër nëpërmjet valve të veçanta. Shumë njerëz rrëfejnë se me sytë e vet kanë parë individ të cilët kanë këtë forcë misterioze të syrit të keq dhe nëpërmjet syrit
të keq kanë shfarosur njerëz, kafsh apo sende. Prandaj jo vetëm që nuk duhet të mohohen këto dukuri, por duhet të pranohet mundësia e ekzistencës së tyre. Nga pikpamja e intelektit dhe shkencës edhe në transmetimet islame, po ashtu hasim raste të ndryshme ku në mënyrë të përmbledhur trajtohet ekzistenca e çështjeve të tilla. Në një hadith lexojmë, Esma bint Umeis shkoi te profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe i tha se disa herë fëmijëve të Xhaferit binin më sysh atu lexoj atyre rukje. E pyeti profetin nëse mund të përgatiste një nusk për ta. Profeti tha po, bëje këtë punë. Në qoftë se diçka mund të parandalonte caktimin dhe paracaktimin, kjo do të ishte marrje mësysh, me fjalën rukje. Nënkuptojmë lutjet që shkruhen mbi letër dhe njerëzit i mbajnë me vete për të ruajtur nga syri keq që ndryshe quhen nusk. Në një hadith tjetër lexojmë profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, përgatiti një nusk për Imam Hasanin dhe Imam Hysejnin, paqja qoftë mbi ta, dhe u lexonte këto lutje: kërkoj mbrojtjen tuaj me anë të gjitha fjalëve të plota dhe emrave të bukur të Zotit, nga ligësia e vdekjes, e kafshëve të rrezikshme dhe çdo syri të keq, nga ligësia e njerëzve xheloz kur xhelozojnë. Më pas profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, më shikoi dhe tha: në këtë mënyrë Ibrahimi, paqja e Allahut qoftë mbi të, kërkonte mbrojtjen e Ismailit dhe të Ishakut. Në Nehjul Balagha thuhet se syri i keq është një realitet, si dhe nuska ka realitet. Është për të theksuar fakti se nuk ekziston asnjë pengesë që këto lutje dhe ndërmjetësime të ndikojnë me anë të urdhrit të Allahut për të parandaluar ndikimin e lig të forcës misterioze magnetike të syve të këqij. Ashtu siç lutjet kanë ndikimin e tyre te shumë prej faktorëve shkatrues, edhe syrin e keq me anë të urdhrit të Allahut e zhbëjnë. Pranimi i efektit të syrit të keq në përgjithësi nuk do të thotë se njerëzit në situatat paqarta të kërkojnë ngushëllime të bestytnit dhe të praktikat popullore, sepse kjo është kundër rekomandimeve të fesë dhe krijon dyshimet e njerëzit e painformuar në lidhje me thelbin e çështjes. Përzierja e shumë prej emrave me bestytnit ka shkaktuar efekt të padëshirueshëm te mendjet e njerëzve. O Zot, të lutemi që të na mbrosh prej njerëzve të ligj dhe prej armiqve, duke na vënë nën kujdestarin tënde. O Krijues, të lutemi që të na durosh qëndresë dhe durim, dhe në saj të tyre të na mundësohet përfitimi i kënaqësisë tënde. O Zot i Madh, të lutemi që të na japësh mundësinë për të shfrytzuar begatitë tua të pafundme, para se të privohemi nga ato për shkak të mosmirënjohjes tonë ndaj Teje.